Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Marrëdhënie dypalçe dhe interesat e përbashkëta për stabilitetin rajonal, bashkëpunimin ekonomik dhe NATO ishin në thelb të takimit ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut Tim Çembucunski. Departamenti Amerikan i Shtetit tha po ashtu se dy kryediplomatët kanë biseduar për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik përfshirë tregtinë dhe investimet. Ndërkaq, Mucunski tha se në takimin në Washington me Rubion u konfirmua bashkëpunimi midis dy shteteve që sipas tij është i bazuar mbi vlera të përbashkëta, interesa politike dhe mirësi të kamotshme. Përjashtimi i diasporës në procesin zgjedhor ishte objekti përplasjes mes mazhorancës të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Ilir Dauti nga Fronti Evropian i parashtoi kryeministrit Istra Mickoski që propozim ligji nga nëntori i vitit kaluar të tërhiqet dhe vendimi të jetë i pavlefshëm duke e vlerësuar diskriminues. Sepse duhet të qëndrojë në ligjin për vetqeverisje lokale neni i cili parasheh zvoglimin e numrit të këshilltarëve duke përjashtuar popullsinë e cila është mërgat, njihet si qytetarë të cilët jetojnë me punë apo punojnë përkohësisht jashtë. E shoh të arsyeshme që një ditë më parë ai propozim ligj të tërhiqet nga procedura, ndërkaq vendimi i qeverisë ashtu siç është sjell ashtu nga ana e juaj të bëhet i pafuqishëm. Diaspora e përkrah ekonominë e shtetit dhe nuk meriton të përjashtohet, tha Ilir Dauti. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski deklaroi se ndryshimin në ligjin për pushtetin vendor do të jenë në përputhje me proceset zgjedhore ku zgjidhen kryetar komunash dhe këshilltar. Јас би повикал заедно сите да го промениме законот за изборниот законник. Unë do të thërisë që të gjithë së bashku ta ndryshojmë kodin zgjedhor dhe të bëjmë një njësi zgjedhore. Dhe në atë njësi zgjedhore të lejojmë që të diaspora të votojë, të lejojmë të formohen vende zgjedhore në shtetet ku lejohet sipas kushtetutës të formohen vende zgjedhore jashtë përfaqësimeve diplomatike kosovare. Согласно устав да се формираат избирачки места надвор од ДКП-ат, од дипломатско-конзуларните представништва. Tha Istra Mickoski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria do të blejë 2 avion ushtarak. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Mbrojtjes. Në intervistë televizive, Piro Vengu deklaroi se avionët do të jenë edhe për përdorim civil. Ndër të tjera janë dalë tek vendimi i fundit i qeverisë për rikthimin e rezervistëve në forcë aktive. Ministri cilsoi të domosdoshme këtë masë në kuadër të rimëkëmbjes së ushtrisë shqiptare, por dhe për të mirëpritur nga ushtarakët e tërhequr. Ministri theksoi se viti 2025 është viti i dytë ku Shqipëria shpenzon më shumë se 2% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje, në përputhje dhe me angazhimet që ka marrë në NATO. Rusia i dorëzoi forcave ajrore bieloruse një grup avionësh luftarak bombardues të përparuar, duke sfiduar sanksionet ndërkombëtare dhe kërkesat e përpjekjeve të saj të vazhdueshme të luftës. 2 avionët e modernizuar shënonin një hap të rëndësishëm në përpjekjet e Bielorusisë për të modernizuar forcën e saj ajrore të vjetër, e cila aktualisht mbështetet në avion luftarak të epokës sovjetike. Pavarësisht sanksioneve perëndimore dhe tensionit të konfliktit për më shumë se 3 vitesh, kompleksi ushtarak industrial i Rusisë, i udhëhequr nga Korporata e Bashkuar e Avionëve, vazhdon të prodhojë të eksportoj armë të përparuara. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski akuzoi Moskën për minimin e përpjekjeve për paqe dhe mashtrimin e ndërmjetësve ndërkombëtar. Fjalat me Moskën nuk funksionojnë, tha Zelenski pas një takimi të nivelit të lartë me zyrtarë të mbrojtjes dhe diplomatë ukrainas. Rusia propozon që raundi i dytë i bisedimeve të drejtë për paqe midis Rusisë dhe Ukrainës të mbahet më 2 qershor në Stamboll. Raundi i parë i mbajtur më 16 maj përfshinte një shkëmbim të madh të burgosurve dhe një marrëveshje për shkëmbimin e propozimeve me shkrim. Rusia ka pretenduar se është gati të paraqesë memorandumin e saj, por zyrtarët ukrainas thonë se ende nuk kanë marrë asgjë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.